Me thonë s'po kam vakt më falë musliman, është fjalë shumë e ranë. Nuk guxon me e thonë këta muslimani kur. Thujmë ka mashtru shejtani deri të ma mëson Allahu Azza wa Jall mi anis më falë, e mos gabo me thonë nuk kam vakt më falë. Këta s'guxon me a thonë Allahu Azza wa Jall kur. Thot Allahu Azza wa Jall, na e kena zbrit pasurin por më falë salat në tokë edhe më thanë zëqati. Me akuzu Allahun Azza wa Jall që robi jët nuk po ka vakt më falë, ka është akuz shumë e madhe që s'guxon me thonë asni muslimani meqëm musliman. Nuk guxon me thonë këta, kjo shumë e ranë. Allahu Azza wa Jall ta ka bot tokën vend sejdje, tokën vend sejdje. Ti thu Allahu Azza wa Jall nuk po kam vakt më falë. Allahu e ka zbrit pasurin për këta musliman, më falë salat, më falë njerëzit. Pasuria është dhanë prej Allahut Azza wa Jall që më falë salat. Qofë se vjen puna, edhe punën tane zvoglohe, përqindjen tane të punës zvoglohe, e falu, e mos gabo me thanë Allahut Azza wa Jall s'po kam vakt se isha falë për ty. Këta mos gabo me thanë. Thujmë ka mashtru shejtani, shoqnia e keqe, vetja jam, demelia jam, mosdia jam, këtu e në argumente që s'falësh, ama me i thanë Allahut Azza wa Jall nuk po kam vakt më këfalë, këtë akuzme, mos ka po me e thanë Allahut Azza wa Jall, kjo është shumë e ranë, kjo është shumë e ranë. Allahu Azza wa Jall ka kriju ty, ka kriju qakar rreth teje, që ti me ranë sejde, e ti thu Allahut Azza wa Jall s'po kam vakt më falë se jam të luaj në telefon, ose jam të marrë me diçka, ose për këshyre kohën tane ku e qanë musliman, e thu Allahut Azza wa Jall s'po kam vakt më falë.